Pse je gjithmonë i lodhur edhe kur flan 8 orë? Ke flaj 8 orë, ndoshta 9 orë, edhe prap zgjohesh i lodhur. Si e vet, edhe jo, kjo s'do me thonë që ti je demel. Fatkeqësisht gjumi nuk është si bateria e telefonit, nuk mjafton veç me e mbush. Një nga arsyet kryesore pse je gjithmonë i lodhur është sepse gjumi yt nuk është cilësor. Një arsye pse nuk bëhet gjumi cilësor është gjumi i ndërprim, jo i thellë. Një çrregullim i cili lidhet me ndërprirjen e gjumit është apnea e gjumit. Truni yt zgjohet 20 deri 30 herë gjatë natës pa vetdijen tonë. Çdo ndërprirje e prish ciklin e fazave të gjumit. E kjo nuk lën me pushu. E dyta është ankthi edhe depresioni, ta vjedhin energjinë. Mendja e stresuar nuk pushon as natën. Studime si kjo tregojnë se lodhja shpesh është simptom e parë e depresionit. Mundemi me flajt mjaft, mirë po nëse zgjohemi me ndjenja të pashpresës, energjia harxhohet. E treta është mungesa e vitaminave edhe mineraleve. Kur truni nuk merr mjaftueshëm hekur, B12, vitamin D apo magnez, prodhimi i energjisë ngadalësohet. Edhe një dietë normale mundet me qenë e varfër në mikronutrient thelbësor. Dehidratimi mundet me shkaktu lodhje, brain fog, që i bjen njegull të trunit, që i bjen që nuk i ki performancën ma të mirë mendore, që i bjen që nëse nuk pin mjaftueshëm ujë, gjaku bëhet më i trash, zamra punon më shumë për me furnizu trupin me oksigjen. E pesta është që nuk lëvizim mjaftueshëm. Kur qëndrojmë ulur gjithë ditën, trupi nuk ka pse me prodhu energji, sepse mendon që nuk i duhet. Aktiviteti fizik i zgjon qelizat e energjisë, e përmirëson qarkullimin edhe ndihmon që gjumi me qenë më i thellë edhe rigjenerues. Edhe një ecje e shkurtër çdo ditë është sikur një rimbushje natyrale për trupin edhe trunin me energji. Kto janë 5 arsye pse ti mundesh me qenë i lodhur, e ka edhe plot arsye tjera, e ti kallëzon pse po lodhesh kaq shumë çdo ditë. Për më shumë video si kjo, bëja subscribe Urban FM 103.5 në YouTube edhe në krejt platforma tjera.